Wallahi, kur musliman kthehen dhe t'i bojnë ibadet Allahut te baraka wa taala, atëra edhe Allahu do t'ja përmison gjendjen e tyre. Është e njohur fjala e selefit, ai i cili i përmison raportet me Allahun, Allahu ja përmison atij raportet me njerëzit. Për ato shumë të parë tonë të mirë, kur kanë pas të lashe me kojshin, ka pas të lashe me zotnin, ka pas të lashe me një xhamati, ka pas të lashe me hoxhen, ka pas të lashe me grun, e kanë akuzu veten, kanë thonë gjinat e mia. Sa që ndonjonit edhe kur ju ka lasdru devja akali, ose në zemonin ton, ti ja ke bo servisin veturës, e ke veturën, e ke servisin, e din që veturën e ke në gjendje të rregullt, dhe pa prit mas të ndodh një prishje e madhe, ti mos shkotash me e lyp prishjen nga aspekti teknik. A ke menduar ndonjëherë me thonë e kam bën një gjuna, e Allahu po do më maçu vrejtjen pse mu prish vetura. More servisin mirë, kam unë çfarë kam bën servisin? Nuk do të më shqetësohet nga aspekti teknik apo nga ana materiale. Nëse me kujshin nuk i ke punë të mirë, ndoshta e ke bën një gjuna. Por ato thot një prej selefit, thot para 20 vjetëve u pata habite pa ta kshyr një çik. Mas 20 vjetëve Allahu ma jepi gjezan edhe denimin pse kom këshur një qik. Allah, 20 vjet. Këse pas ka haru gjunaj 20 vjet. Unë po tut në neve që ka në ndodhë 20 minuta, haroj ma vëtane. Tha para 20 vjetve njëre habita e shqeqova i qik, mas 20 vjetve e lajta fakturën.